Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka kërkuar zyrtarisht shuarjen e masës së sigurisë që e mban në qeli për një viti. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, është drejtuar gjykatës së posaçme të apelit përmes një shkrese duke kërkuar rrëzimin e vendimeve numër 125 dhe numër 130 të tetorit 2024, si dhe vendimi numër 55 të nëntorit 2024, duke argumentuar se nuk ka bazë ligjore për vazhdimin e mbajtjes së tij në masën e sigurisë. Meta u arrestua në 21 tetor të vitit 2024 së bashku me deputeten Monika Kryemadhi dhe dyshohet se në bashkëpunim me funksionarë të tjerë shtetëror gjatë një periudhe 15 vjeçare kanë favorizuar kompani private duke kryer veprimtari lobimi në SBA dhe shitblerjesh baneshtash në këmbim të përfitimeve të konsiderueshme financiare, të cilat nuk i kanë deklaruar në ILDKPI dhe KQZ. Kryemadhi po hetohet nga SPAK për 3 akuza: pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim të ardhurave. Gjykata la me 23 tetor masën detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore për të njëjtat vepra penale ndaj Kryemadhit dhe ndaj Ema Çokut për pastrim parash. Ndërkohë, Piro Xhixho, i hetuar për korrupsion pasiv, ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest në shtëpi në detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Të tretë hetuarit aktualisht ndodhen në këtë masë sigurie që kërkon paraqitje periodike në organet e procedurës duke lehtësuar kontrollin dhe mbikëqyrjen e tyre ligjore. Vendimi i GKK-s mbi kërkesën e Metës pritet të vendosë nëse ai do të mbetet në burg apo masa e sigurisë do të ndryshohet, duke patur parasysh vlerësimin e gjykatës për rrezikun e arratisjes apo pengimin e hetimeve.